Të shtënat kanë ardhur pothuajse ma shumë se 20 vendeve që kena mujtë mi vrejt, edhe pse ka qenë natë. Më shumë se 20 vendeve që kena mujtë mi vrejt, edhe pse ka qenë natë. Mbos krizma edhe do mund pej tytes kur të gjumë del zjarë, tu kemi mujtë mi vrejt. Armatim që është përdurë ndaj nesh, nuk jam ekspert, po mund të them që është përdurë pe armës më të lehtë deri te arma më e rëndë që përdoret për automjetet blinduar. Që përdoret për automjetet e blinduar. Shqiptar. Mund të tregoni situatën sa ka qenë nëse ju e mund me vlerësu numri i personave dhe ta persona kanë qenë të uniformuar, çfarë sjellje kanë pas mënyra organizimit të tjera nëse do mund me vlerësu. Nëse ke mund me vlerësu. Vetë fakti që është përzgjedhur ky fshat nga ky grup terrorist, na shtem me mendu se ka qenë një grup mirë i organizuar, mirë i trajnuar, mirë i trajnuar dhe shumë mirë i pajisur me armatim. Gjë që na ka bëu me kuptu se ky grup terrorist është mbështetur nga struktura shtetërore dhe i ushtruar nga grupet paraushtarake të Serbisë. Ndërsa sa i përket numrit, nuk jam i saktë me thonë, po mundet me qenë dikon rreth 50 persona që ka qenë. Ka qenë erësim. Identifikimi plot nuk kemi pas mundësi me bo, por këta që kanë qenë afër poshtë, kemi vrejtur se kanë qenë me uniformë dhe kanë pas moska. Gjatë lëvizjes shpejt, kur kanë lëvizur. Gjatë lëvizjes shpejt, kur kanë lëvizur. Edhe ku kemi kuptuar se ky njësit është shumë mirë i trajnuar, se çdo herë kur ka ndosh me bo lëvizje drejtim nesh, e kanë përdorur pjesë gjuajtjet për me avansu. Kanë përdorur pjesë gjuajtjet për me avansu. Por ne as edhe 1 milimetër nuk jemi tërhequr prej pozicionit tonë. As edhe për ne, as edhe 1 milimetër tërhequr prej pozicioneve tonë. Duke ju kundërhyr këtij grup terrorist. Dhe shqiptar. Përmandet që grupi ishte strukturuar mirë dhe ishte organizuar mirë. Kini një ori, kush e ka udhëhequr këtë grup? Nëse kini një ori. Po, në mbos vendit që e kanë zgjedhur fshatin Bojsk, edhe organizimit që kemi vrejtur, siç thash edhe më herët, për avancim që kanë bërë drejtimin tonë, mbrapa këtij grupi terrorist, mendoj që ka qenë një njeri me epitet të ta,
që ka epitet të ta. Epitet e këta. Dhe ky mendoj që edhe përmes mediave kemi kuptu se organizatori edhe bashkëpjesëmarrësi i këtij rasti ka qenë Milan Radojčić. Ku edhe vetë e ka pranu. Milan Radojčić. Ku edhe vetë e ka pranu. Dhe shpëtar. A është kjo si shkaktoi pasojë sumit apo keni edhe më herët këtë problem? Po, unë në vazhdim deshta të ceku, po dhe në fillim se përpos që jam dëshmitar në rast, të pas sulmit në Bajsk, dhe sidomos, më falni po ndeshta me mënyrë kronologjike kështu po, sidomos pas lajmit kur e ka komunikuar Lezi përmes radiolidhjes, kur thot se e humbëm kolegun me keqardhje, derisa unë isha në autoblind duke transportuar kolegun Albanin dhe duke u tërhequr në të tjerët, aty e kam ndirë vetën të thyer. Dhe po ashtu, kur kemi arritur në spital, kam qenë gjendje të rëndë. Por gjithherë me shpresë që rreshteri është gjatë. Aty e ka konfirmu edhe mjeku edhe kolegët që rreshteri ka ndruar jetë, është vrarë. Unë aty jam thyrë për së dyti prapë, duke rënë në gjunjë, duke kapur kokën, dhe pastaj nuk e mbaj mend, derisa pas një kohe e kam parë veten të shtrirë në një krevat të emergjencës në Mitrovicë. Dhe pas asaj kohe, unë kam bërë kontrole, kam kërkuar shërbime mjekësore në policinë e Kosovës dhe kam pas terapi psikologjike dhe psikiatrike, seanca të shumta me psikolog dhe psikiatër. Dhe pas ekzaminimeve të bëra nga mjekët dhe raportet e tyre, unë kam pasur trauma dhe gjithashtu kam pasur pengesa me të dëgjuar. Dhe këtë e vreja më së shumti kur gruaja dhe fëmijët më kërkonin diçka. Shpesher vajza më thoshte, babis, po dëgjon, çka është? Nuk ua kam treguar në detale fëmijëve. Dhe pas kontrolleve që kam bërë dhe ekzaminimeve mjekësore, unë sipas mjekëve kam humbur dëgjimin rreth 30%. Gjithherë sipas mjekëve dhe gjendjes time të rëndë, kam përdorur terapi dhe pastaj jë munduar ta marr veten. Çdo herë duke kujtuar rrështerin tonë,
sa kisha dhimbje të rënd, i thyer me trauma të rënda, duke më vrejtur familjarët, ka marrë forcën ta menaxhoj vetveten dhe ta i kaloj këtë krizë. Dhe me insistimin tim, unë jam kthyer prap në mesin e kolegëve në stacionin policor në Zveçan. Edhe pas insistimit të psikologut dhe psikiatrit që unë të pushoj, por motivi, frymëzimi dhe mosdërzimi kam arritur të gjej forcë dhe të kthehem të vazhdoj punën aty ku kam lënë. Edhe pse më është mundësuar nga stafi i policisë që të punoj ku të dua. Por çdo herë kam insistuar që të kthehem atje, në mesin e kolegëve që kem përjetu rastin sulmin e tmerrshëm, të rrufeshëm në fshatin Vajzë. Faleminderit, zotë dëshpëtar. A qëndroni mbrapa